Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Belind Klliçi është një nga personazhet më interesant dhe më të rëndësishëm të politikës shqiptare në vitet e fundit. Ka qenë deputet, ka qenë kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës, ka qenë kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe tashmë është kandidat për zgjedhjet e 11 majit. Profili i tij politik është rritur në vitet e fundit për shkak të disa aksioneve politike që ka drejtuar zoti Klliçi, veçanërisht ato për zbulimin e korrupsionit dhe në mënyrë të veçantë për një çështje madhore si ajo e incineratorëve. Por tashmë ai ka një garë përpara, edhe pse është në listën e sigurt si kandidat në qarkun e Tiranës. Ne duhet ta marrim në mënyrë të përgjithshme se sa do dali rezultati i Partisë Demokratike në këtë qark. Për diskutuar për fushatën elektorale, po jo vetëm, sepse unë me Belind Klliçin kam një histori me vërtet shumë interesante si gazetar dhe si politikan. Kam kënaqësinë që mbas 4 viteve ta intervistoj Belind Klliçin dhe ta kem në studio në emisionin tim Dekalog këtu në Dritaret e TV. Zoti Klliçi, faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Çafoku, faleminderit, kënaqësi si për herë që të jam me ju dhe të jem pjesë e tryezës bashkëbisedimit tuaj. Unë thashë më lart që profili juaj politik tashmë është rritur si një politikan shumë i rëndësishëm në radhët e Partisë Demokratike dhe opozitës, por tashmë ke një betejë që duket shumë e sigurt që je deputet për herë të dytë, por besoj që ju interesi më të madh keni atë se si del Partia Demokratike në qarkun e Tiranës dhe sigurisht edhe në gjithë Shqipërinë. Por çfarë po bëni ju që jeni listë e mbyllur që kjo të ndryshojë, ky perceptimi që ne listë e mbyllur, e di si tha njëri, mjafto mos i shtyp makina këta të listës mbyllur, tha dhe janë deputet, tha. Nëse unë i kuptoj paragjykimet, po unë jam një njeri që jam mësuar me beteja, nuk i bëj bisht betejave. Kjo nuk është çështje deputeti apo jo. Unë kam qenë deputet në Parlamentin Shqiptar, kam qenë deputet për 1 vit e gjysmë, nga viti 2021 deri në vitin 2023. Po se për ata që nuk ju kujtohet ose nuk e dinë, ju dha dorëheqjen për shkak të kandidimit si sepse duhet kandidoja për kryetar bashkie të Tiranës, pra nga shtatori 21 deri në mars 2023 kam qenë deputet dhe kisha 2 minuta në javë kohë për të folur për zgjedhësit e mi, që mbuloja një zonë me rreth 160.000 banor. Kisha 4 zona elektorale në Tiranë ku kryesonte zona e kombinatit. Dhe thënë këtë në këto kushte që unë kam qenë atëherë dhe kam zhvilluar jetën parlamentare, edhe pse kam tentuar për herë që të isha produktiv, proaktiv dhe të flisja për banorët, ishte e parëndësishme fare zoti Çafoku që në 2 minuta në javë ti të kesh kohë të mbulosh gjithë hallet e zonave, sepse është e pamundur fizikisht. Është e pamundur praktikisht, është e pamundur edhe mediatikisht, jo një sekond, për jetën parlamentare flas, për çfarë ndodhi dhe për opozitën dhe për hapësira demokratike që të ofron kuvendi i Shqipërisë, apo dhe për çka ndodhi në sesionin që ne po mbyllim. Kështu që thënë këtë, nëse ka ndonjë deputet në Partinë Demokratike këtu, tash po dalë për te vetes, apo ndonjë kandidat që mendon që ka hyrë në këtë garë për të bërë deputet, e kanë shumë gabim dhe të kotë e kanë dhe le të vinë le të marrin mandatin tim. Çështja është ne duhet fitojmë zgjedhjet në datën 10 maj. Si të marrin mandatin tënd? Mandatin e këtij? Se as na duhet hiç një mandat deputeti në opozit prap. Ja po ta them troç. Duke nisur nga unë i pari. Arsyeja është sepse do të thonë duke thënë që nëse PD-ja u mbet, nëse do të ketë në 11 maj një çimentim për mandatën e 4 të Edi Ramës, unë jam bindur që kjo nuk do të ndodhë, po nëse zgjedhjet do të sërish do të grabiten apo do të lejojmë ne të grabiten, ka një çështje tjetër këtu, edhe kjo duhet folur. Do flasim për këtë, po është për mua është fundi i demokracisë në Shqipëri, është kapitulimi i një betejë të gjatë për të rrëzuar komunizmin. Nëse i voton populli zoti Klliçi, i autokracisë përfundimtare në Shqipëri. I voton populli. Nuk është çështje vote, është çështje vjedhje, është çështje administrate publike, është çështje keqpërdorimit të aseteve publike, është çështje e gjithë atij modeli dhe mekanizmi që ndodhin në Bashkinë e Tiranës dhe ndodhin në zgjedhjet e 2023-shit kundër meje, që unë e denoncova dhe në fushatë dhe gjatë fushatës dhe pas fushatës, shumë kush më qeshi, shumë kush më talli, shumë kush tha të riqu, shumë kush më kërcënoi, patën dhe kur ajo të më kërcënoi. Kush e kërcënoi? Ta mjeshrat që janë sot në përburgje, një pjesë tjetër që do të shkojnë. Do ta thoni? E din mirë. Dhe sot janë në burg të gjithë ata që unë kam thënë që kanë vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar, kanë vjedhur votat e qytetarëve dhe do të shkojnë dhe një pjesë tjetër. Thënë këtë, të kthehemi ke pyetja juaj fillestare, çfarë po bëjmë ne? Unë personalisht, duke qenë se jam dhe drejtues politik i qarkut Tiranë, jam çdo ditë në terren, çdo ditë në punë, çdo ditë në terren në zonat që unë mbuloj dhe në gjithë qarkun e Tiranës. Kjo nuk është një gjë e jashtëzakonshme, këtë punë ke. Këtë punë kam më patjetër, po them në aspektin politik, pra dhe në aspektin praktik.
çfarë po bën. Nuk është ajo që ju kanë thënë që këta deputet e listës mbyllur mjafton mos i shtyp autobusi. Të gjithë deputetët e listës mbyllur janë në punë, që të gjithë, nga mëngjesi. Kandidatët. Dhe sigurisht unë e kuptoj perceptimin që një pjesë duket që e kanë më të lehtë, një pjesë e kanë më të vështirë. Kanë më të lehtë tani. Patjetër. E kuptoj këtë gjë. Ata sigurt. E kuptoj perceptimin që është edhe e kuptoj, por përgjegjësinë politike në fund ditës për rezultatin e ka kjo lista e mbyllur. E kanë të gjithë këta që mbase mund të duket në pamje të parë e kanë më të lehtë garën personale, por garën e përgjithshme e kanë këta në kurrizë së bashku me mua. Pra rezultatin e kemi ne gjithë. Hapur thot i rrodh përgjegjësia politike, ai bëhet deputet, Po, letë vinë le ta bëjnë betejën që kam bërë unë këta të listës hapur edhe pastaj le të zënë vendin tim. Jo, kam një pyetje këtu se kam një pyetje që është e drejtë për drejtë. Vetëm në aspektin personal them edhe diçka. Unë i kam dhënë provat që unë kurrë nuk jam shmangur në asnjë betejë. Jo, madje unë do të them. Jam zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë në 2021. Nuk lidhet me ty fare. Me 11800 vota. Pra kam thyer Hersin edhe pse nuk kisha nevojë se isha i pozicionuar në pozicion fitues. Ishte për të parë. Garoja për herë të parë, isha kryetar forumi, pastaj e lash këtë mandat deputeti për të hyrë në një garë që e dija ku po hyja, nuk ka besoj qytetar që nuk e kupton që unë e dija që do të isha pa vull, pa logo, pa media, pa financa, pa s'kishim as emrin e kryetarit partisë në listë. Dhe hyra në një betejë për zgjedhjet lokale për të dhënë modelin tim dhe për të sakrifikuar gjithçka që kisha për ta hedhur në betejë. Sot jam prapë në të njëjtat kushte mendoj. Do bëj një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, institucioni monetar Moneygram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me Moneygram se kur nuk do shgënjeni. Zoti Klliçi, unë analizat e mia dhe në komente dhe në shkrimet e mia kam bërë një vretje për mënyrën se si është bërë lista e Tiranës. Ju pothuajse e that me tjetër gjë që edhe unë e kam menduar. Pra, nëse zoti Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike do ta vendosë Belind Klliçin në listën e hapur, unë jam i bindur, isha i bindur që në fillim, por jam i bindur që ti do ta fitoje mandatin. Pse? Sepse ti ke treguar veten që i merr ato vota dhe në kalkulimet e mia, modeste më themi, sepse kur nuk ka parashikime të sakta, unë mendoja që Belind Klliçi do ishte më mirë në listën e hapur. Dhe në listën e mbyllur ishte një new entry, një që nuk ka përvojë, ashtu siç ti kishe nevojë në 2021-shin, në 2017 dhe nuk ta dhanë atë mundësi dhe unë ti e di se çfarë qëndrimi ka mbajtur. Ndërsa sot i drejtës. Jo i të drejtë, jo i Belind. Ndërsa sot Belind Klliçi duhet të ishte në listën e hapur. Tani të ta japun logjikën për këtë çështje. Është një çështje për shumë ja po e them për herë të parë. Ja po e them për herë të parë edhe ke ju, edhe në media, që unë jam vetofruar edhe kryetarit të partisë për këtë çështje. Ja ke thënë vetofruar, po, patjetër. Ja po ta them lajm. Dhe sigurisht nuk mund të ishte kështu se kishe një parim. Të gjithë drejtuesit politik do të ketë një person që do të hudhëheqë betejën elektorale në një qark. Dhe të gjithë drejtuesit e qarqeve ishin vendosur. Po morali yt do ishte i lartë pasaj. Po kjo nuk është për çështjen e moralit Belindit, është për çështjen e moralit të gjithë partisë. Tash një sekond. Të gjithë drejtuesit politik u ra dakord që do të ketë një formulë unike për gjithë një lloj. Do të udhëheqin betejën elektorale. Lutem regjistë listën e Tiranës për Partinë Demokratike? Kështu që thën këtë, të gjithë drejtuesit politik janë vendosur të parët në qarqet ku kanë garuar. Arsyeja se përse Belindi nuk ka qenë në listën e hapur është dhe diçka tjetër. Sigurisht gara do të ishte edhe pa barabartë në raport edhe me kandidatë të listës së hapur. Duke qenë drejtues. Sepse unë vi nga një garë elektorale para vetëm 2 vitesh ku kam marr 100.000 vota në qarkun e Tiranës në emrin tim dhe jam dhe drejtues politik i Tiranës. Dhe do të ishte garë pa barabartë. Pra mos kujtoni se nuk është menduar i gjithë skenari. Sigurisht që Belind nuk mund të hyjë rregullin për ty. Pra të gjithë, patjetër, të gjithë drejtuesit politik do të jenë në listën e mbyllur. Po mirë, personazhe të tjerë atëherë ju ishin drejtues, po të tjerë pse nuk kaluan listën e hapur? Po sepse ka një logjikë, ja u them unë, nëse doni i futemi emër për emër. Po jo, nuk është për emër. Gjithë logjikën, të gjithë kanë funksione zyrtare në parti. Një pjesë janë ex officio. Kryetari i Forumit Rinor sigurisht është i votbesuar nga Forumi Rinor Besarti dhe ka detyrë të udhëheqë Forumi Rinor gjithë Tiranën. Sekretari i përgjithshëm? Një sekondë, dhe në gjithë Shqipërinë. Flamur Noka sekretari i përgjithshëm, Berisha kryetar partie, Paloka është kryetari i Këshillit Kombëtar, pra ka dhe detyra të tjera. Albana Vokshi është kryetaria e gruas. Jozefina Topalli, shumicën e fushatës e kanë nëpër diasporë, është nëpër botë. Janë 4 aleat dhe është zoti Klevis Balliu, i cili rezultoi i dyti më i votuar në Tiranë, por i pari në Bashkinë e Tiranës, pra
në qark rezultoi Hussein Kadiu dhe u dakordcua që Klevisi të ishte në listën e mbyllur dhe zoti En Kadiu nuk pranoi vet Hussein Kadiu që të garonte në listën e hapur. Ky ka qenë i vetmi diskutim apo i vetmi debat. Kjo Klevis edhe për Klevis Balliun vlen që ai do merrte vota. Patjetër që dhe Klevisi do të merrte vota, kjo është një nga arsyet, sepse Klevisi mund të prishte edhe garën në listën e hapur, pra në një farë mënyrë, për t'i dhënë mundësi të barabartë të gjithë kandidatëve të tjerë që të ishin në listën e hapur dhe të kishin shanset që të gjithë të barabarta. Mos harro që dhe për rastin e zotit Balliu është një politikan i ri që ka qëndruar 430 ditë në protest ke Unaza e Re për një kauzë të drejtë. Ka shoqëruar mua së bashku kemi qenë në 44 javë protesta në Bashkinë Tiranë. Pun keni ju tani. Patjetër pra, po t'jap kriteret e vlerësimit. Po jo, për mua Klevis Balliu do ta merrte po të ishte lista. Po patjetër po do të ulte ndjeshëm shanset e dikujt tjetër që është në listën e hapur për t'u zgjedhur. S'më bind kjo. Sepse ai do merrte vota. Partia Demokratike është një forcë e madhe politike dhe nuk ka hall që të gjej kandidat që të mbledhin vota ke lista hapur, që të sjellin një mandat ke koshi, se ky është mentaliteti partive të vogla, partive që janë krijuar për të marrë vetëm një mandat. Partia Demokratike ka një tjetër qasje, patjetër establishmentin e saj, drejtuesit e saj, kryesor politik i ka vendosur në pozicione mund të duket komode, por ta garantoj që të 12 këta të parët, ose hiq aleatët, 8 e Partisë Demokratike, ka përgjegjësinë politike dhe morale për rezultatin. Ju ishit dakord që 4 aleatë ishin në listën e mbyllur? Ju personalisht. Të lutem mos më fut në këtë diskutim. Jo, unë do të fusëm këtë, këtu ne nuk kemi në... Është vendimarrje e kryetarit partisë edhe kryesisë Partisë Demokratike. Unë do të isha dakord, unë kuptoj që koalicioni për herë sjell rezultat edhe vlera të shtuara, por po të pyesësh Belindin, unë do doja të 186 kandidatët ishin Partisë Demokratike, sepse unë vi nga Partia Demokratike, por u dakordsuar për një koalicion. Shumë jo. Ram dakord për një koalicion dhe për sa kohë kemi rënë dakord për të qenë pjesë e garës me koalicion, do t'i nënshtrohemi dhe rregullave të koalicionit. Zoti Klliçi, fjala vjen, Erisa Bayaziti është një profesuese diasporës, një vajzë e arsimuar në Perëndim në Bruksel, jeton atje dhe ka një karrierë. Për shembull, ajo për të vërtetë tani ta themi troç, nuk bëhet deputete. Po sikur ju ta kishte vendosur në listë të mbyllur, do ishte nder, jo për PD-n, po do ishte nder për parlamentin, dhe unë do kënaqem të ishte një profil dhe një cilësi. Erisa Bayaziti, të cilën unë së fundmi kam patur dhe unë mundësinë ta njoh dhe realisht kuptoj vlerat e saj, profilin e saj. Do ta kemi në studio për 2 ditë. Asetin publik që ajo është edhe profesional. Pa diskutim çdo emër në atë listë e hapur, se ju lutem me drejt ju përfaqësuese diasporës, veçoni Erisën. Përfaqësuese diasporës, po e them edhe një herë, por të 37 kandidatët që janë aty, pa diskutim nuk do të kishte qenë një habi nëse do të kishin qenë në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Por aty ka dhe koalicion, pra duhet kuptoni që aty ka një imponim, edhe aty ka rreth 9 apo 10 kandidatë që vinë nga radhët e koalicionit dhe 27 vinë nga radhët e Partisë Demokratike. Ta garantoj që të gjithë do kishin qenë aset për Partinë Demokratike dhe janë aset edhe në listën e mbyllur. Tani, edhe këta individ që janë në listën e hapur, që të gjithë i kenë terren, që të gjithë i kenë punë, që të gjithë i kenë njerëz me karrierë politike në Partinë Demokratike, njerëz me ambicie politike. Ora kush do fitojnë përpara nga ata? Ky është problemi. Po tash imagjino sikur në atë listë të kishe edhe Belindin, të kishe edhe Klevisin që thatu, të kishe edhe Flamur Nokën, të kishe edhe Albana Voksin, të kishe edhe Edi Palokën. Erisa nuk merr vota në Tiranë për deputet. Këtyre individëve ama do t'ja kishe pothuaj minimizuar në maksimum shanset për të dalë. Erisa në listë mbyllur deputete dhe Belit Klliçi në listë hapur deputet, të dy do ishin deputet. Ndërsa ju në listë mbyllur e sigurt deputet, Erisa nuk është e sigurt deputet. Po mund t'isha dhe unë dhe Erisa, por në këtë rast, kështu si e gjykoni ju, ta garantoj që po të shohësh përbërjen e plot të listës, nuk është ky rastin fjalë dhe nuk është kjo logjika që është përdorur. Unë e kuptoj se ju bëni logjik të thjesht edhe nga pozicioni i moderatorit, i analistit, e shihni nga jashtë, por duke njohur situatat e brendshme politike, edhe në opozitë, edhe në Partinë Demokratike, edhe punë në terrenit, tani ka dhe diçka tjetër zoti Qafoku. Çfarë ka? Po, ka dhe një vlerësim të kontributeve edhe në vite, edhe të qendrestarëve, edhe të atyre njerëzve që në momentin më të vështirë Partisë Demokratike, në 2021-shin, kur kërcënoheshin me barë,
kur i tregoi Bari nëse do mbështesnin Këdonin në Partinë Demokratike, vendosën që të mbanin një pozicion politik. Do kalojmë se çështje thelpsore. Pra ka dhe një çështje vlerësimi këtu për ata që kanë qëndruar, ata që kanë shkuar opozitën. Një sekond. Që kjo është lista e besnikëve. Jo. Është lista e njerëzve që kanë historinë Partinë Demokratike, kanë kontribut në Partinë Demokratike, kanë karrierë në Partinë Demokratike, kanë mbajtur në ditën më të vështirë dhe në ditët më të zeza Partinë Demokratike gjallë dhe në këmbë, dhe pa diskutim të njëjtën gjë e ke se po tash ngelim ke lista e mbyllur, po ti hysh listës së hapur, ti të gjithë listën e hapur me individ të tillë që nga Partia Demokratike. Jo, niveli këtu që kanë mbetur, po më mirë, po sepse janë drejtues qendror, edhe për shkak funksioneve. Por sigurisht edhe këta që janë në listën e hapur për këto arsye janë pjesë e listës së hapur. Se ta garantoj që kërkesa për të qenë kandidat për deputet në listën e hapur të Partisë Demokratike ka qenë me 10 në Tiranë për të qenë pjesë e garës. Dhe në përfundim vetëm 27 emra janë zgjedhur. Okej, zoti Klliçi, ju në zgjedhjet e vitit 2021 ishit surpriza e Partisë Demokratike dhe jo vetëm, po e gjithë politikës, duke marrë 11.581 vota në zonën më të vështirë të Tiranës dhe ishit jo thjesht thyer si herësit, po një rekordmen. Tani, kanë kaluar 4 vjet nga ajo, ju tani jeni në listën e mbyllur sigur, çka ka ndryshuar? Si e shikon atë fushat me këtë tani? Sigurisht, nga rrethanat janë 2 fushata të ndryshme, nga eksperienca janë 2 fushata të ndryshme. Pra unë vi 4 vite më pas, vi me një barë eksperiencë shumë më të madhe, vi me një fushat kaluar në 2021-shin që ka qenë në aspektin personal ka qenë sukses, për shkak të rezultatit personal, por në aspektin e përgjithshëm ne nuk ja dolëm dot që të fitonin zgjedhjet dhe sigurisht ka qenë një dështim i përbashkët i ynë dhe ka qenë rezultati që nuk e prisnin. Vi me një eksperiencë tjetër për shkak edhe të zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Vi nga një betejë gjatë publike të paktën 2 vjeçare në raport me Bashkinë e Tiranës, me denoncime, me deklarata për shtyp të përditshme, jo të përjavshme, me protesta të përjavshme, me një aksion politik të paprecedent. Sa protesta? 44 javë, 44 protesta për 44 javë, në 3 stinë të vitit. Dhe thënë këtë pa diskutim, sot është një tjetër lloj fushate edhe për mua. Por ta garantoj që impenjimi është edhe më i madh këtë herë, sepse nëse herën e kaluar isha një rishtar, dhe nga unë pritej që unë performoja mirë në zonat e mia, aty ku isha kandidat, këtë radhë nga Belindi pritet që të performoj mirë i gjithë qarku dhe unë të marrë përgjegjësi edhe më të mëdha për shkak edhe të profilit tim politik edhe të eksperiencës. Në Tiranë? Po ne sot që flasim në mënyrë të padiskutueshme, objektiv kemi 19 mandate duke konsideruar që 18 mandate do duhet i marrim dhe do t'i marrim. Pra objektivi ynë është që të shkojmë në 19 mandate. 12 sigurta plus 7. Patjetër. Tani nga këto 7, 2 i bie zonja apo 3? Me detyrim 2, me kod zgjedhor 2. Mund të futen edhe 7 zonja nëse janë më të votuara. Jo, flas. Por me detyrim me kod zgjedhor janë 2. 2 janë zonja. Minimalisht janë 2. Minimalisht. Minimalisht janë 2. Që ta imponon kodi. Po pra, 1 në 3, 1 në 3. Tani, ju thoni do merrni 7 mandate. Nga 15 që keni marrë gjithsej në vitin 2021, ju do merrni 19, plus 4. 18 ose 19, po. Tani ndaj këta, o 18 o 19. Objektivi tash është 19. Po them 18-19 që t'jemi me këmbë tokë, që t'jem realist. Jo, se këmbët atë në fakt e nuk i pas kënë tokë, këmbët i ke si mua këtu të... I kam vendosura këtu, po kamerak në aspektin politik në këmbë, në tokë i kam këmbë. A nuk duket egzageruar ky synim? Jo, nuk duket, duke llogaritur se çfarë i ka bërë kryeqytetit Partia Socialiste, Edi Rama, Erion Veliaj. Çe ka bërë? I ka vjedhur 100 milionë euro të faktuara tashmë deri tani. Incineratori i Tiranës është afera korruptive më e rëndë që ka parë ndonjëherë ky vend. Janë dhënë 142 milionë euro. Akoma drejtësia pa u marr, pa u vendosur për incineratori nuk ka folur. Pa u vendosur ende një gozhd. Drejtësia në rastin e incineratori i Tiranës është dështimi më spektakolar i Spakut. Mban emër, quhet Dritan Premçi, prokurori i posaçëm i Spakut që jeton këtë çështje prej 5 vitesh, që në gjykimin tim është turpi i atij institucioni, është turpi i drejtësisë shqiptare, për shkak se nuk ka njeri normal në Republikën e Shqipërisë, nuk ka njeri në qarkun e Tiranës, biznesmen, gazetar, politikan, analist që nuk e di që afera e incineratori Tiranës është një aferë korruptive. Pse ndodhi kështu? Përgjegjës për të është kreu i Bashkisë Tiranë, po pa diskutim kjo aferë shkon deri ke Edi Rama. Po jo, pse ndodhi kështu? Arsyeja se përse
nuk shkohet ke Erion Veliaj në këtë rast, dhe është shkuar ke një drejtor në pension që ende e mbajnë në burg, që është e turpshme, ish drejtori i Bashkisë Tiranë, që ndodhet në burg, i dalë në pension, është qesharake, apo drejtor tjerë nuk e kanë bërë drejtorët aferën e incineratorit Tiranë. E ka bërë Kupola, ka qenë afera personale kryeministrit. Po pse ka dhënë të zgjidhje sipas jush prokurori? Sepse shkohet ke kryeministri, nëse goditet ish kreu i Bashkisë Tiranë. Jeni duke thënë që Rama ka kapur Spakun? Patjetër, pa diskutim se vetëm sot po e dëgjoni ju këtë? Pa diskutim. Jo, që ju e keni thënë me miliona herë, e keni thënë, po tani Rama ka kap Spakun dhe ja 20 bashkëpunëtor të ngushtë janë në burg. Kërcet kjo Ato që do Rama. Ato që do Rama janë në burg. Ata që ka urdhëruar Rama. Më del llogaria. Ata që Rama ka dhënë okejin dhe dritën e shile që të shkojnë aty ku. Ja, një sekond. Domethënë, ti je duke thënë, ju jeni duke thënë që e mbështesin Spakun kur arreston Erion Veliaj tjetër dhe jeni në rregull këtu. S'jam në rregull, unë atë po them që nuk jam në rregull. Aktualisht nuk përshëndetur arrestimin e Erion Veliaj. Fillimisht po, në momentin që ka ndodhur, por unë sot në studio po ju them, ish kreu i Bashkisë Tiranë nuk mbahet në burg sot për aferat që duhet mbahet. Ai prokurori që ka, të çështje ka, s'ka lidhje me atë. Dhe këtu duhet bëjmë diferencën me Belindin në këtë rast që e ke në studio, që unë kam thënë që në rastin e kësaj çështje, unë duart trokas punën e prokurorit Dado, i cili është linçuar, intimiduar, goditur, është shpifur, është hedhur balë mbi të, nuk është drejtësi nuk e përcakton ju zoti Kulliç. Drejtësinë përcakton prokurori dhe gjykatës. Unë kam opinionin tim, në bazë të opinionit tim, edhe si politikan, edhe si një person që i njoh këto çështje, më rezulton që zoti Dado në këtë rast ka bërë një punë voluminoze bashkë me zotin Dumani, se janë të dy në dosje. Kanë bërë një punë voluminoze dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Në këtë rast e veçoj. Në rastin e inceneratorit Tiranë, prandaj duhet ndalem, është bërë një punë qesharake dhe i është hedhur hi sy qytetarëve sepse kjo aferë shkon të çon deri ke Edi Rama, se është Edi Rama që ka firmosur një VKM ku ka dhënë 8% të pikëve bonus, një kompanie që nuk ekziston në dhjetor të vitit 2016. Jo, i vetmi problem, zoti Kulliçi, okay, ju mund të keni të drejtë, po i vetmi problem është që të vendos gjykata se vendos Belit Kulliç. Po patjetër më, po unë opinionin nuk ma vendos gjykata se çfarë opinioni kam. Po jo, ju keni thënë këtë që Spaku është organizatë kriminale. Se çfarë qëndrimi kam. Unë nuk e kam thënë si Belind, unë si Belind nuk jam shprehur në terma të tillë. Por që brenda Spakut ka prokuror të kapur nga politika, që brenda Spakut ka prokuror të ndikuar nga mazhoranca, që brenda Spakut ka prokuror që bëjnë lojën e mazhorancës dhe Edi Ramës, ky është fakt që nuk ka njeri që mund ta mohojë. Sepse ndryshe ne do të kishim sot para drejtësisë Erion Velin, Ëngjëlla Gaçën, Edi Ramën për çështjen e inceneratorit Tiranës. Do të kishim Erion Velin për PSD-n. Nuk mundet të pretendojë dikush sot në Shqipëri, që kanë mbledhur 5 drejtor kryesor të Bashkisë Tiranë, kanë hapur një kompani që quhet PSD, 5 drejtorët, kanë marrë 40 milionë euro tendera nga Bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt, kanë marrë 3 leje ndërtimi që vlen 90 milionë euro. 90 milionë euro ja ka firmos Erion Veliaj dhe Erion Veliaj nuk digj. Dhe këta janë njerëzit më të afërt të Erion Veliajt. Domethënë këto nuk e kapdi dot. Zoti Kulliçi. Prandaj them që kur flasim për Spakun, duhet jemi racional. Aty ku ka bërë punë, patjetër t'i jepet kredit për punën që ka bërë, aty ku ka çeduar dhe nuk e ka bërë punën, pa diskutim, nuk duhet patur kompleksi që ne të kritikojmë Spakun, se në fund të ditës ju nuk dëgjoni nga unë as fyrje, as linçim për as kënd, por dëgjoni që të kërkohet apo të bëhet presion publik për të mirën e punës dhe të kërkohet drejtësi. Ore vendosni, ore nëse Belindi ka gënjur për inceneratorin për PSD-n, të mbajmë përgjegjësi. Po nëse unë pas kam drejt, kallëzimet që kanë të drejta, si ka mundësi nuk i shkohet në fund? Okej, pyetja ime drejt për drejt, kur zoti Berisha tha që Spaku është organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, çfarë menduat në këto momente? Mendova që sigurisht për shkak të eksperiencës personale të zotit Berisha, ku është burgosur, është arrestuar lideri i opozitës në kundërshtim me kushtetutën, është mbajtur në arrest shtëpie 333 ditë pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë, vijon të ketë një proces qesharak ndaj tij të udhëhequr nga Spaku. Jo, a jeni dakord që të shkrihet Spaku? Vijon që një gjyqtare me 3 mbiemra e deportuar nga Greqia. Okej, jam absolutisht dakord. Gjyqtare marr peng, të keq përdoret për një çështje politike ndaj kreut të opozitës. Sigurisht mendoj që njeriu ka edhe dimensionin e tij personal, edhe dimensionin e tij vetjak, edhe dimensionin e tij njerëzor dhe është në drejtën e tij tërësisht legjitime për të thënë
ato që ndjen në çdo moment. Nga ana tjetër, e vërtetë është që zoti Berisha i është referuar SPAK-ut si një organizatë kriminale, por e vërtetë është që me javët në vijim, në deklaratat e fundit, jo. Zoti Berisha ka thënë që ne do ta reformojmë. Pa diskutim, bazuar edhe në opinionet e Komisionit Venecias. 94-95 vota. Dhe ndaj plotësisht të njëjtin qëndrim me zotin Berisha për sa i përket reformimit të SPAK-ut, sepse ata kjo drejtësi e ashtu quajtur drejtësi e re ka rezultuar që është një dështim deri tani. Një qytetar i zakonshëm shqiptar i duhet 10 deri në 15 vite. Ata që s'imagjinoheshin zoti Kliçi. Po, ata që nuk imagjinoheshin janë arrestuar mbasi kanë bërë miliona euro, kanë vjedhur buxhetin e shtetit, kanë vjedhur qytetarët. Tu është vjedhur edhe si ka prek gjë. Shqipërisë dhe ata individ sot janë arrestuar për vepra qesharake, siç ndodhi dhe me Ilir Beqen, që u arrestua për fondet e Bashkimit Evropian që kishte çuar në restorantin e tij Gzona, që e dinte çdo njeri i madh dhe i vogël që është restoranti i Ilir Beqes, vetëm SPAK-u kujtua 4 vite me vonesë, nuk kishte njeri që nuk e dinte, dhe ndërkohë nuk është mbajtur përgjegjës për aferën e sterilizimit dhe të check-upit. Pra, për këtë po flasun. Nëse i shkohet deri në fund aferave, ti shkohet në fund për çdo njeri, më për Belindin parin, për çdo njeri, për babën tim nëse ka shkel ligjin në këtë vend, për çdo njeri. Po, sy qytetarëve nuk mund t'i hidhet. Me të vërtetë janë arrestuar, po pse Lefter Koka i ka bërë inceneratorët? Çdo muaj ngarkohet Lefter Kokës nga një incenerator. Çdo vepër penale që ndodhi ngarkohet Lefter Kokës. Me të vërtetë Lefter Koka ka firmosur. Po pse më ka butollaj që nuk e di që 17 vendime brenda ditës nuk i kalon dot Lefter Koka? Po Ngjella Gaçi pse nuk thritet? Është personi që ka marrë djeni edhe për procedurën e inceneratorit Elbasanit, që ishte procedurë që nuk ekzistonte në ligj. Drejtori APP si çonte shkres për djeni Ngjella Gaçi, i thonte ore kjo procedurë, negociat pa shpallje, nuk ekziston në ligj në prokurimeve dhe ka kaluar në me vendim Këshillit të Ministrave, mbledhje qeverie. Përse nuk mbahet i para drejtësisë, pse nuk merret i përgjegjshëm Ngjella Gaçi për këtë rast? Pse nuk mban përgjegjësi? Përse nuk thritet Edi Rama për të pyetur që si ka mundsi një kryeministër i një republike, me drejtësinë parlamentare nuk funksionon kështu. Me që doli Belind Kliçi atje, me që kanë dalë letrat, me që është vjedhur. Dakor, me që bien dakord që incenerator nuk ka. Jo e vendos gjykata, as prokuroria madje se vendos atë. Deri para 3 vitesh, nëpër mediat shqiptare, 4 vitesh, nëpër mediat shqiptare, në televizione kombëtare, kemi parë dhe dokumentar se sa mirë funksiononte inceneratori i Tiranës. Kemi parë dhe reklama sa i bukur ishte inceneratori i Tiranës. Kemi parë dhe studimet e Universitetit Bujqësor se sa mirë po i bën mjedisit inceneratori i Tiranës. Po ne dilim dhe thonim incenerator nuk ka, dhe këtu po viden parat. Tani 4 vite më pas, të gjitha këto që ne kemi thënë kanë rezultuar të vërteta. Tani unë nuk po të them që SPAK-u të reagoj pse po thot Belindi apo një zyrtar i Partisë Demokratike apo një opozitar. SPAK-u të reagoj për treguar ku kanë vajtur parat e qytetarëve. Po si ka mundësi Belindi i vetëm me 2-3 vullnetar të Partisë Demokratike, arrin dhe çon në SPAK mirafaqe dokumenta, email, komunikime për inceneratorin, gjejun prona dhe asete të presanomeve të inceneratorit Tiranë, çojun statement bankar në përbot, çojun të dhëna se ku i kanë pronata, ku i kanë asetet, pronarët e inceneratorit Tiranës në letra, se e dim de facto pronar, e dim gjithë pronar faktik është Erion Velia dhe Edi Rama, ka thënë Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri për 10 vite, dhe këto nuk i gjen SPAK-u. Po si ka mundësi i gjejun dhe nuk i gjen SPAK-u? Dhe kur e thot Arben Ahmetaj, në fakt është shumë i besueshëm. Unë pres ta thot gjykata. Një person që ka qëndruar në krah të djathtë të kryeministrit për 2 dekada. Jo, nuk e ndaj dot këtë ngjillim medial në këtë rast. Një person që ka qenë zëvendës kryeministër. Nuk e ndaj dot këtë zoti Kliçi. Kur janë firmosur këto afera. Unë pres ta thot gjykata, po jo Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj. Një person që ka refuzuar me shkrim dhe ka lënë dhe gjurmë për inceneratorin e Tiranës, që nuk e ka financuar kur ishte ministër financash. Ju e fustit Arben Ahmetaj në një sport me zotin. Dhe vjoj ta fus më. Jo, patjetër që thati besuat. Jo. Po e besove, nuk e fus dot. Për këtë çështje ka të drejtë se ka lënë dhe gjurmë. Pra, më rezulton unë do doja shumë ta kapja Arben Ahmetajin të përfshirë në këtë aferë. Nuk e gjej dot. Në inceneratorin e Tiranës nuk e gjej dot. Ni keni interes sepse ai ka bërë një mea culpa me opozitën, po jo me publikisht para se të bënte mea culpa. Nuk e gjej dot më Arben Ahmetajin sepse nuk ka firmë të tij. Përkundrazi, ka një firmë që e refuzon financimin. Dhe zëvendës kryeministri del dhe thot shiko, dhe Erion Velia që e ka firmosur e ka thënë deklarat në fundit. E ka detyruar Edi Rama kryeministrit ta bëjë këtë gjë.
Atëherë si ka mundësi nuk merret SPAK-u me këto deklarata? Si ka mundësi e gjen një gazetar Arben Ahmeta një herë në 3 muaj për të marrë intervistë dhe nuk e gjen dot SPAK-u? Këtu kjo si ka mundësi? Jo, kjo është pyetje me vend. Po si ka mundësi? Bën policia. Po si ka mundësi? Interpoli e bën policia, e bën gjithë bashkë. Policia po si ka mundësi? Nuk është po si ka mundësi? Pra kjo nuk ndodh. Po jo, po jo me SPAK, kjo s'lidhet me SPAK. Po si ka mundësi? Nxjerr unë adresën se ku rri Mirel Mërtiri në Vjen, ku drekon dhe ku darkon me grupin e strukturuar kriminal. Dhe nuk e bën shteti jonë shqiptar. Po se bën SPAK-u këtë. Po e bën dhe SPAK-u. Jo, SPAK-u. E bën SPAK-u, më lëshon. SPAK-u jep një. Lëshon urdhër ndërkombëtar, kërkimi etj. Dhe nuk e gjen. Jo, ka urdhër, po të bën policia. E bëjnë, po të kemë vullnet e bëjnë. Jo, SPAK-u. Të gjithë e bëjnë. Nuk ka SPAK-u. E bën edhe SPAK-u. Po do të jemi në rregull me procedurat. E bën, edhe me procedurat e gjitha. SPAK-u funksionon. Shkon dhe arreston atë policin, atë zyrtarin e policisë. Zoti Qafoku, atë zyrtarin e policisë nuk zbaton ligjin, shkon dhe arreston për mos zbatim ligji. E ky SPAK-u i ka të gjithë drejtat dhe atributet për ta bërë këtë gjë. Këtë po kërkojmë. Jo, problemi nuk po kërkon njëri të bëjë gjueti ndaj SPAK-ut, po kërkojmë të bëjmë gjueti ndaj hajdutëve të buxhetit të shtetit. Okej, kush ka vjedh para, ti kam një pyetje. Zoti Klliçi, si u ndjet momentin kur pat Erion Velien që u arrestua? U lumturuat, u kënaqet? Jo, nuk lumturohen për askënd. Që shkon në burg. Ta them sinqerisht, apo ta them. Ka qenë aksioni politik? Patjetër. Por në aspektin personal, kërkujt nuk i uroj burgun, sepse sigurisht burgu është diçka shumë e rëndë. Një bashkëmoshatari im i sot, Ervin Saliani, është në burg për një kallëzim të pakryer. Edhe dhe Saliani, te Erion Velien, dhe edhe nga njerëz që kam takuar, edhe nga shumë njerëz, sigurisht kjo nuk është një eksperiencë e lehtë. Në aspektin personal nuk ka pas asnjë lloj kënaqësie. Sa kanë hapur shampanjë aty në PD, ë? Askush nuk ka hap shampanjë. Kanë hap shampanjë PS. Në Instagram. Jo. Se në PS kanë hap shampanjë, se këtë se dim. Po patjetër PS. Kanë hapur, po patjetër. Kanë hap shampanjë nga zyra përballë. Erion Velien që është ministri i infrastrukturës Belinda Balluku. Ka hapur shampanjë Belinda Balluku? Po sigurisht, nuk ka njëri që nuk e di. Jo, unë kisha parë te PD, se doli në Instagram. Ma trego. Ua, aman të më ndihmoj regjia. Regjia patjetër. Kush janë që ka pas një vajzë e re në stafin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ka shampanjë. Jo. Nuk e kam parë një herë dhe në Instagram. Mundet nëse më ndihmon regjia, okay. Shumë kurioz ta shoh, është hera e parë që e dëgjoj. Po. Është e vërtetë që janë hedhur këngë valle, është kënduar para 313-s, para ambienteve të izolimit kur është shoqëruar Veliaj, po nga njerëz shoqërisë civile, jo nga njerëz Partisë Demokratike. Dhe është e vërtetë që është trajtuar si asnjë rast tjetër ka patur festë. Po, kjo është sa kjo është shoqëri civile. Por nuk ka patur PD-ja. Duke thënë që Belinda Balluku ka hapur shishen e shampanjës dhe kanë kërcyer në Ministrinë e Infrastrukturës. Po festë, këtë e din. Festa? Jo e din gjithë, si e din gjithë. Nuk ka njëri që nuk i di këtë, vetëm ju po i mësoni sot? Po pse vetëm Belinda Balluku, po pse pak se jeni duke thënë Edi Rama është lumturuar? Po Edi Rama ka 2 muaj që bën show, Edi Rama bëri sigur u kthye nga Shkodra, sigur nuk e dinte çfarë po ndodhte. E nuk e hapte telefonin, e din gjithë që ky e merrte nuk e hapte Edi Rama. Ose ka njëri që nuk i di këto? Pse vetëm unë po ja u them për herë të parë, nuk i dini ju këto? Jo, këto për herë të parë. Të shohun e Edi Ramës që e nisi gjasme duke i rënë SPAK-ut, e nisi duke marrë mbrojtje, pastaj ta SPAK-ut vazhdoi të vetëm. SPAK-ut vazhdoi të bëj punën e kushdo që ka shkelur ligjin etj. Po pse më ka njëri që nuk i di këto? Që Edi Rama ka dhënë dakursinë që ai shkoi brenda, të e di çdo njeri. Jo, kjo që ju keni thoni që Belinda Balluku ka hedhur valle, duhet vërtetuar, ë? Po patjetër mos ajo e ka dhe në traditë edhe në natyrë se ju edhe në hapjen e fushatës e pat që hidhin valle, kërcenin, se aq din të bëjnë sot tallavaj ofrojnë shqiptarëve dhe shfaqje bajate. Kanë 3 mandate dhe shfaqje bajate që vjedhin. Kanë 3 mandate shumë e vërtetë ajo që ju thoni që vjedhin, që marrin taksat e qytetarëve, që i bëjnë rrushë kumblla lekët e shqiptarëve, që hedhin valle me rip Hermes 1200 euro. Që se e patë edhe këtë, apo jo? Po si se patë, ishte live më? E pra, e vërtet është edhe kjo që po ju them. Se gjitha që po ju them janë vërtet. Po pse i votojnë? Që paguajnë 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Ore pse i votojnë mu? Ata janë me vot në pushtet. Për të bërë lavazh makine, janë me vot. 10.000 euro në muaj paguan. Po, ka dalë media, po. Po pra janë publike. Janë me vot në pushtet. Të gjitha këto, jo nuk janë me vot, janë me vot të vjedhur. Janë me votë vjedhur të faktuar 4 cipërish kjo që po ju them unë juve. Edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe në 2023, edhe më mbrapa. Të gjitha këto rezultate elektorale janë me votë të vjedhur. Po mos i lini ju. Pa program, pa asgjë. Po mos i lini ju. Po patjetër më është detyrë jona e para, por mos harroni se çfarë maskarade dhe çfarë turpi ka ndodhur në këtë vend.
edhe çfarë palo ambasadorësh ka patur ky vend. Që kanë dalë, kanë përshëndetur, pa dalë akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një politikan modern. Jo që më shkon, po më shkon shumë. I arsimuar, i diplomuar në Amerikë. Pikërisht se jam, po unë jam pa shkollë. Unë jam pa shkollë, si jam i diplomuar. Të gjithë ata që sulmojnë zoti Kliçi, do të bëj unë një sqarim. Jam vetëm pak. Sulmet të mëdha zoti Kliçi ja bëjnë aty ku ai ka armën më të fortë në fakt, te diplomimi. Nuk ka profesoresh të Harry Fulc që të mos i ketë vënë 10 të merituar Belind Kliçit dhe universiteti që ai ka që është diplomuar në Maryland në Shtetet Bashkuara të Amerikës është nga më të kuotuarit atje, po nuk është kjo pika e dobët e Belind Kliçit, se unë as kisha ndërmend as të pyesja, po me që ndeze këtë jo, këtë e ke pikë të fortë, nuk ka, por pyetja ime është e para njëherë se më shkruajnë aty, ore, do e pyesësh për diplomën? Qa dun, pa tjetër. Donë ja pra, unë jam thash pra. T'ja u sjell të kënaqen që ai ke aty në. Ai ke aty me vetë. Ç'o dikujt të ta, se disa që kanë publike, futun Google Belind Kliçi kanë bërë publike, kam dalë me madje kam bërë ftesë publike, ish rivalit tim atëherë. Kam nxjerr ftesat nga klasa e parë, se I kam ruajtur gjitha, deri në semestrin e fundit. Notat të universitetit. U thash profesoresha dhe profesorët të universitetit, nga klasa e parë deri nga klasa e parë I kam bërë vetes. Zoti Kapedani më ka folur jashtëzakonisht mirë për nivelin tënd, po siç është vërtet se është drejtor. Për fat vazhdon është akoma drejtor ndjenin time po, më duket, duhet jetë. Profesor, se unë kam mik vjetë. Por jo vetëm drejtori I shkollës, po janë gjithë mësuesit e mi. Po pra, e thash pra. Që nga filloria e në gjimnas që e njohin se kush Belindi njohin në rënjë dhe mba. Për të hedhur bajt, për të linquar. Po jo, për çfarë ndodhi? Po se s'kan kum kapin, s'kan, çfarë do thonë për Belindin? Çfarë kanë vjedhur? Kujt I kanë bërë dëm? Kujt I kanë futur durët në xhepun? Ke frikë që kur ti jesh në pushtet? Kë kam cënuar në jetën time. Ke frikë që kur ti jesh në pushtet mund të kthehet e gjitha kjo në dëmin tënd? Zero. Sepse nuk jam si këta. Jam lindur e rritur në një familje qytetare të Tiranës. Jam lindur e rritur në një familje normale. Që e lindur e rritur në qytetar gjë shumë e mirë, por nuk të bën kjo. Me shumë përgjegjësi. Prindrit e mi më kanë edukuar që fëmijë që pa diskutim duhet të jem vlerë në shoqëri, duhet të respektoj, duhet të kem frikë ligjin. Unë jam njëri që kam frikë ligjin, zoti Qafoku. Nuk e sfidoj ligjin. Të jemi shumë të qartë dhe nuk kam ndonjë problem. Mbyll çështja atje për këtë diplomë që ishte dhe në Jo, vazhdojnë, nuk ndjenin time jo, imagjinoni e kam bërë Dajet Beqiri, jo, vijon të jetë çështja e pambyllur ende. Po pse? Pres të shoh, nuk e di. S'kam informacion. Nuk e di, duhet të kem informacion, duhet ta shoh. Po se ju thirrën dhe ju. Unë jam një njerëz që e kam frikë ligjin dhe nuk kam frikë t'ja u them këtë. Kjo duhet të jetë madje vlerë që një qytetar, një politikan duhet të ketë frikë nga ligji. Jam një njerëz që në jetën time mund të kem vetëm një gjop parkimi. Nuk kam asnjë shkelje. Asnjë shkelje tjetër. Sa gjoba parkimi ke? Kjo ka qenë arsyeja që dhe ambasador të diskredituar nuk më kanë bërë dot presion, kur na tregoi Bari, kur na tregoi që nuk duhet mbështesnim këtë donim ne në Partinë Demokratike, kur na tregoi që ishim naiv edhe ishim të vegjël edhe nuk kuptonim ne nga politika dhe kuptonin këta palo ambasador, që ta dish këtë, këta palo ambasador. Dhe Yuri Kimi është palo ambasadore? Dhe që të vazhdoj në logjikën që po ju thoja, Belindi nuk do të jetë kurrë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë si këta që keni parë. Unë për veten time do të hyj me faqe të bardhë nëse vjen një ditë në qeverisje, do të jem pjesë e qeverisjes dhe do të dal me faqe të bardhë. Do eci në këmbë siç eci nëpër rrugët e Tiranës, do dal I pashoqëruar nga bodyguard, I pashoqëruar nga roje se nuk kam nevojë. Sepse jam njeri I lirë dhe dua të mbetem njeri I lirë. Kjo është arsyeja se pse unë kam udhëhequr gjithë këtë betejë kundër korrupsionit, me denoncime konkrete, sepse nuk kam ndërmend kurrë të bëj asgjë të përbashkët me çfarë kanë bërë këta njerëz që janë sot në pushtet. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë një qasje që duhet të ketë çdo politikan. Ja, okay, se the 7 përgjigje për 7 pyetje që unë një pyetje bëra. Po me që kishim 4 vite pa u parë dhe ka shumë kuriozitet. Tani, ke bërë, se unë do kthem prapë te kjo me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ke bërë një deklaratë një ditë Belind që më çudite. Po. Erdhi Kris Lacivitas, po, dhe ju thatë që Erio Melia në arresoi Edi Rama sepse donte të sfumonte lajmin, po, donte të sfumonte lajmin. Sot vjen për të qeshur apo të kafshosh buzën? Po shiko, arrestimi I Erio Meliajt ka ndodhur 2 orë pasi Krisi ka nënshkruar publikisht marrëveshjen me Partinë Demokratike. Po mos ishte live. Dhe ka qenë live. Ishte live në të gjitha mediat. Patjetër. Dhe e gjithë vëmendja e publikut u zhvendos, u hoq nga ai lajm që ishte krye lajm. U zhvendos ke arresti I kryebashkiakut,
mediat kombëtare dhe mediat e kontrolluara nga majoranca. La Civitas edhe ta. Nuk po them Altin Dumanin. Po se ai firmos. Nuk firmos Altin Dumani, nuk firmos Ojsidado, ekzekutimin e bën policia e shtetit e bën tjerë. Jo, ata firmosin urdhër arrestin e marrin gjykatë pastaj e kalojnë te policia. Që të jemi të qartë. Ajo çka ka ndodhur atë ditë sigurisht sfumoi, e lanë hije kryelajmin që strategu i fushatës më të madhe në historinë politike botërore, i rikthimit më të pamundshëm presidentit Trump në detyrë, nënshkroi me Partinë Demokratike. Pra zgjodhi në të gjithë forcat politike në botë që garojnë, pas zgjedhjeve dhe pas marrjes pushtetit nga Trumpi në Amerikë, zgjodhi të vidhet bashkëpunoj me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Për mua, ky ishte kryelajm për Shqipërinë edhe më gjerë. Atë ditë. Duke qenë se ndodhi kjo gjë, reagimi im i parë ka qenë ai. Sikundër, edhe më pas kam patur reagimet të tjera, tejet korrekte, duke analizuar edhe dosjen, duke analizuar edhe fashikujt, duke vënë pikat mbi i edhe për çfarë ka ndodhur në vijim. Që Krisi e ka nxjerr nga trut Edi Ramën, këtë nuk ka shqiptar që nuk e di se Rama ka filluar me bufe, me kënete, me xhapike, me gjarprinje, me gjitha. I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? Në opinion. Ja do ta shihni. Prisni edhe pak. Si do shohim? Edhe 2-3. Tani, zoti Klliçi, unë njoh shumë mirë dhe nuk keni komplekse ju se një amerikan, qoftë edhe Christopher La Civita bashk strategu, po bashk se ishin dy. Kanë qenë dy udhëheqës. Një zonjë që Suzy Wiles, që sot është shefja e kabinetit. Shefja e kabinetit dhe ai kanë ardhur, ti nuk je nga ata që kompleksohet se edhe një amerikan këtu. Tani jo përkundrazi. Në qoftë se Partia Demokratike do të kishte të gjitha gjërat në rregull, po. I shtohen dhe La Civitas, po. Po tani që La Civitas na bëhet ai që do bëj Parti Demokratike që të fitoj? Ju nga unë, këtë që erdhi ai dhe Partia Demokratike do fitoj. Gjithë Partia Demokratike, La Civitas foli 30 sekonda, do fitoj PD-ja zgjedhje. A ke Belindin në studio apo ke gjithë Partinë Demokratike në studio? Ke Belindin, për çfarë kam deklaruar unë? Flas në emër të Partisë Demokratike, patjetër. Po për çfarë kam deklaruar unë, i dal zot unë. Patjetër që ardhja e Krisit është një lajm shumë i mirë për Partinë Demokratike, po mbi gjitha dhe për shqiptarët. Ka full stop. Opozita shqiptare është linçuar, është goditur, është baltosur 4 vite me radhë si anti-amerikane. Dhe personi që ka udhëhequr fushatën elektorale të presidentit në detyrë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, vjen bashkëpunon zyrtarisht me këtë forcë politike dhe thot person privat. Edhe të kundërtën, patjetër privat është. Dhe thot dhe tjetrën, që asnjë ushtar apo kukull e Sorosit nuk mund të jetë partner i besuar i qeverisë amerikane, se kjo është deklarata që e ka çmendur Edi Ramën. Se për fat mirë Edi Rama e di që tash e kanë marrë vesh, Edi Rama çmendet shumë Belin. Ti që çmendet Edi Rama kishte ikur, nuk qëndoi 12 vjet. Nuk qëndoi 12 vjet Belin në pushtet. Edi Rama ka lindur dhe për fatin ton të kej si komp, kemi një çmendur sot në krye që vijon të çmendet dita ditës. Ai mund të rregullu pak me kalimin e viteve. Mirë, bie populli shqiptar që voton si bie. Voton një çmendur, po ata që kanë populli shqiptar voton një të çmendur në rastin e Edi Ramës. Nuk voton populli kur një të çmendur. Në rastin e Edi Ramës po kanë bërë një përjashtim. Tashi, të mbetemi ke thelbi. Thelbi është ky, që kur ka ardhur zoti La Civita, ka një rritje të frymës opozitare. Se të shtunë erdhi, se ku ka ardhur ai, s'ka ardhur fare. Ka ardhur në 10 shkurt. Erdhi njerë, bërë një taj iku. Kur ka ardhur në 10 shkurt, kur ka nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen e bashkëpunimit me Partinë Demokratike, kur ka deklaruar në mes Tiranës që kukullat e Sorosit nuk mund të jenë partner të besueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është person privat, ma i përfaqëson qeverinë. Po pse u mërzitën këta kur është person privat ai? Kush u mërzitën? Këta më qeveria, ky më që ka filluar me epitete që merret me Edi Ramës thosh çdo gjëra, po pikërisht këtu e ka ardhur, po që nuk mëzitet fare, ëh. Po e di unë, e di ai mirë sa i qetë është. Edhe me dhe ai dhe La Civitas nuk e bën Belind Klliçin të kompleksuar që t'japi fitore. Edhe me përgjimet e Deas, edhe me përgjimet që ka Edi Rama me trafikant droge dhe drejtues kartelësh në Aruba. Jeni duke thënë që edhe me rastin e mikut drejtësia amerikane po heton kryeministin. Edhe në rastin e mikut të tij të ngushtë Charles McGonigal, që ky e ka korruptuar dhe i ka dhënë $225,000. Ne nuk kemi që është kthyer dot. $225,000 për të sulmuar opozitën shqiptare. S'është nevoja ti përsërisim. Kështu që Edi Rama i ka mirë shumë punët në Amerikë. S'ka në jetim për Edi Rama, nuk ka jetim. Po do t'i shihni të gjitha më kur? Pa merak, nuk ka. Po se ju thoni, do ndodhë po 11 maj erdhi. Po le të vi më 11 maj, gjitha do vijnë para. Edi Rama do t'ik nga politika shqiptare si askush më përpara.
Edi Rama do të iki ashtu siç e meriton, i damkosur, Ore, ti ki mos i ke zoti Kliçi, 12 vjet ka ai, është rekordmen. Dhe para ligjit si askush më parë në historinë e politikës shqiptare. Ja këtë ta garantoj unë, mbaj shënim sot, sa është data sot, e sa është ora, mbajeni shënim. Ora 9:54, pas disa vitesh dhe do të flasim bashkë prap 14 prill se çfarë do të ndodh me politikanin Edi Rama. Këtu do të jemi. Edi Rama ke thënë që do përfundojmë burg. Njëri si askush më përpara. Nga qeveria amerikane. Jo, nuk po them qeveria amerikane, Edi Rama do të shkojë para ligjit si askush më përpara zyrtari i këtij shteti. Po, nga spaku që ju si besoni? Sa i thoni s'po e arreston thuaj spaku për këtë arsye? S'po del logjika këtu. Zoti Qafoku, duke ju thënë këtë edhe duke ja u përsëritur sërish, po ju them, një kryeministër dhe një politikan që kanë ndjekur hap pas hapi të gjitha shenjat dhe sjelljet e udhëheqësit të tij politik dhe shpirtëror që është Enver Hoxha, që burgosi të gjithë bashkëpunëtorët e tij, dhe në fund i shpëtoi vetëm Ramizi, e njëjta gjë. Kush është Ramizi më të? Ta shohim, deri tani është Belinda, po nuk i dihet, mund mos jetë dhe Belinda. Deri tani është Belinda, po mund mos jetë dhe Belinda. Këta Belinda. Mund të jetë Gonxha. Si kemi Belinda? Kështu ma ka vendos. Po jo, se ka një histori. Apo ma kanë vendos ta. Po për çfarë? Kush këta? Ma ka vendos gjyshja ime. Gjyshja? Po gjyshja. Se ka një. Sepse gjyshja quhej Bedia Sullo, një mësuese e nderuar në Tiranë. Dhe gjyshës i trisnin shkurt Zysh Bedo, dhe ma vendosit ma vente e Belo. Dhe Belo nuk ishte Belind. Emri dhe ma ka vendos gjyshja që më ka rrit dhe më ka edukuar. Po e ke adash Belinda Ballukun? E ke adash? Po çfarë lidhje ka, se kemi emrin e përbashkët, s'kemi asgjë të përbashkët me njëri tjetrin. Jo, ndoshta e ka nga këngëtarja amerikane Belinda Carlisle, e mban mend? Të përbashkët kemi vetëm këngëtarën amerikanë besoj ke ndjekur. Vetëm betejën kundër Erion Veliajt. Njëri ka zgjedhur ta udhëheq publikisht këtë betejë, unë kam udhëhequr publikisht këtë betejë, tjetri ka vendosur ta udhëheq në Rogoz. Zoti Kliçi, më lejo të kuriozitet shumë të madh për Po, më lejo të bëj një pyetje. Ajo e ka udhëhequr betejën kundër Veliajt në Rogoz. Unë e kam udhëhequr publikisht. Unë fakt do të pyesja këtë, po si përgjigjesh atyre që thonë që Belinda Ballukut ka futur ty të bësh të betejë? Po, hajde të më gjej një prerje të vetëm, një lidhje të vetme, hajde të më gjej një gjë të vetme, një komunikim të vetëm, jo të Belindit me të, që s'ka lidhje, s'ka ndodhur kurrë. Po as të personave të tretë që mundet të ketë pas një herë, dhe hajde, po ky vend me këto tash e them më, këto janë të njëjtët njerëz që thanë që unë kam shit zgjedhjet në 2023. Këto janë të njëjtët njerëz që mund bën me kull. Këto janë të njëjtët njerëz që mund kanë bën me jate. Këto janë të njëjtët njerëz që thonë që unë kam marrë miliona euro. Si është jeta? Këto janë të njëjtët njerëz që thonë që unë jam pa shkollë. Janë të njëjtët njerëz që merren me familjen time. Pa shkollë. Si është jeta private? Janë të njëjtët njerëz që nuk kanë lënë balt dhe linçim pa drejtuar ndaj meje dhe kanë nxjerrë këto teori konspirative. Nëse mendojnë se më kanë bërë dëm mua, zero, dëm i kanë bërë vetes dhe i kanë bërë PS-s për gjithë sherrin që kanë injektuar në PS. Po mua pushka top, le të vazhdojnë çfarë të duan thon për sa kohë unë jam i qartë me veten time, me familjen time, vazhdojnë në rregull, edhe jam në rregull. Si është jeta juaj private tani në politik, ose më saktë tani që ju keni rritur profilin tuaj politik? Në çfarë kuptimi? Po ja, ju thatë pikërisht duke rritur, sa më shumë e keni rritur profilin politik, aq më shumë sulme keni marrë dhe në aspektin personal. Po është normale, është e pritshme, të vjen keq për nivelin e kundërsharit politik, të vjen keq për nivelin e mediave shpeshherë, në të cilat degradojnë pronar mediash, analist, apo njerëz që zotrojnë portale, që nuk kanë asnjë akuzë konkrete për të drejtuar, për të shigjetuar, patjetër nëse unë kam shkel njëherë në jetën time ligjin, kam bërë diçka të parregullt, kam abuzuar me financat publike. Ja, pas ke marrë gjoba. Kam abuzuar me diçka patjetër të dalin dhe pas ke marrë gjoba me makinën. Kur e ke marrë gjobën e fundit? Dhe të ngrenë zërin. Ma trego këtë. Disa muaj. Dhe të ngrenë zërin për çfarë ka shkelur ligjin Belind Kolliçi. Por nëse bën vaki që një politikan nuk ka as edhe një shkelje ligjore, nuk ka as edhe një abuzim në jetën e tij, nuk është normale në gjykimin tim që vetëm të hidhet balë, të linçohet, të shpifet publikisht, sepse kundër përgjigja më mbrapa, qëllon si në rastin e Belindit që jo vetëm që nuk prodhon efektin që ata mendojnë, që ta stepin, por e motivojnë për t'i çuar aty ku janë sot. Zoti Kliçi, ke dy prindër që
kanë qëndëzot të punët e tyre, një jetën e tyre, një jetë i qetë. Patjetër, një familje normale e Tiranës. Çfarë të thonë ata në këtë, po themi në këtë se ke qenë? Po për herë patjetër më pjesë in the center of the Vorbullës storm. për 4 vite. At the center of the storm. Patjetër, në qendër kam qenë. Çfarë ka thënë babai, mamaja? Ore djalë, se në Shqipëri është shumë e vështirë. Nuk e kanë të lehtë. Ta them këtë, nuk e kanë të lehtë sepse janë njerëz që kanë ndjekur jetën e tyre, karrierën e tyre, kanë pas karriera krejt modeste, kanë zanatet e tyre, kanë pas një jetë qetë, nuk kanë qenë kur njerëz publik dhe nuk janë mësuar me këtë gjë. Po çfarë kanë? Sigurisht. Nuk ka thënë o Belin, baba Belin na mërzitet tani. Jo, nuk më kanë thënë. Këtë thjesht kanë pasur merakun, a do të stopoj unë apo a do të vijoj unë. Dhe këtë ta them sinqerisht. Pra kanë patur merakun, shiko, prindrit e mi e dinë shumë mirë se çfarë kanë rritur. Unë jam një produkt i prindëve të mi, i edukatës time familjare edhe i formimit tim familjar. Prindrit e mi e dinë shumë mirë se çfarë kanë rritur. E dinë shumë mirë se kush jam unë dhe e dinë shumë mirë se sakrificat që ata kanë bërë, çfarë kanë bërë ata për shkollimin tim, për formimin tim, për edukimin tim. Patjetër që nuk janë ndjer mirë në momentet që mund të kenë parë shpifje nga më të rëndomtat dhe më të ultat për fëmijën e tyre, po pa diskutim që një moment vetëm kanë patur shqetësimin që çfarë do të ndodhë me ty dhe kjo ka qenë në fakt pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, që kanë qenë dhe ata të habitur, që isha pa mandat dhe menduan se unë do ta leja në mes karrierën time politike, po ishin shqetësuar se janë prindër, është krejt normale që çfarë do të ndodhë tani, dhe kam përshtypjen që ja kam zbardhur dhe atyre faqen me gjithë rrugtimin tim të 2 viteve më pas, dhe rrugtimin tim të 4 vite të jetës publike aktive, parlamentare, po edhe që kur kam hyrë në forumin rinor. Pra thënë këtë, si dy prindër normal që shqetësohen për fëmijën e tyre. Por si dy prindër që janë mësuar të lexojnë gjëra nga më të çuditshmet, më të tmerrshmet, për një fëmijë që e njohin shumë mirë. Për sa kohë nona dhe baba im dhe vlla im, që ka qenë dhe ai pjesë shpeshherë sulmeve, krejt pa lidhje, është një njeri privat në jetën e tij, një njeri që është me 3 fakultete, një njeri që është një nga të paktët janë me gishat e njërës dorë avokatërit shqiptar që janë me licencë avokatin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë të drejtë të praktikojnë ligjin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu dhe në Amerikë. Është një ndër të paktët në mos gaboj mund të jenë me gishat e një dore shqiptarët që jetojnë dhe punojnë edhe në Shqipëri, por që punojnë edhe andej. Dhe shpeshherë gjen veten të lidhur me njerëz që as e ka iden dhe që është i kapur nga ata, i paguar nga ata etj. Po kjo është pjesë e kosës politike publike kur je në Shqipëri dhe politike, që sulmohesh me mjetet më të padrejta që ekzistojnë. Po të bëj një pyetje kështu, pse smartohesh ti? Po se është çështje formale, ajo celebrimi, nuk ka lidhje. Pse smartohesh? Ore jo, celebrimi po, martohesh? Jo, nuk kam për fat të mirë, jo vetëm unë, po edhe partnerja ime, edhe fejuara ime, edhe Ana, nuk kemi qef kështu këto dasmat që ne i bën mami me kursimet e pensionit 500 milion lek, se nuk kemi 500 milion lek. Mos bëj dasëm, po jeton më vete? Nuk kemi, jo në vete, jam aktualisht, po, ka rreth 1 vit e gjysmë që jetonim më vete? Që jetojmë bashkë, për herë të parë. Pa celebrim? Pa celebrim, që bashkëtojmë. Po çfarë ke që ka, nuk ta kërkon. Ore në Shqipëri, po lagja të thot aty ore djalë marto, bëj fëmijë etj. Nuk ta kërkon ligji që të bashkëtosh me dikë që duhet jesh i celebruar. Se jo, jam i bindur që më shumë gjyshja dhe gjyshrit e kanë këtë. Hemo djalë marto, hemo djalë bëjnë fëmijë, hemo djalë bëj 2 fëmijë, hemo djalë bëj 3 fëmijë, se kështu janë gjyshit, kështu na thon tërnë. Presion pozitiv është ajo që bëhet, po për fatin tim të keq gjyshrit nuk i kam më, dhe nuk e kam këtë lloj presioni. Po mirë, ta thot gjyshja, po ta thot babi dhe mami. Ta thot prindi dhe është krejt normal. Ta kanë thënë? Po edhe ma kanë thënë më patjetër. Edhe ma kanë thënë që edhe mori shpirti ngele politik rrugëve. Sa vjeç je? Fushat i ri jam. Sa vjeç je? 38 jam, kam kohë. 38 në rregull jam. E di si i thonë në zonën time, Belind, kujdes se ti ku mosha. Më përmende bashorten, unë kam respekt shumë për familjen Shkreli, sepse e njoh dhe i njoh personalisht edhe. Se gjej rastin ti kërkoj dhe ndjes publikisht, shpeshherë që janë bërë pjesë e sulmeve dhe baltës për shkakun tim. Atyre? Edhe familjanës, po patjetër, edhe në fushatën time elektorale. Unë përshëndes edhe kam një respekt të veçantë për atë që ai përfaqëson edhe si njeri, po sidomos për anën profesionale, është një nga njerëzit që unë kam më shumë për zemër për arkitekturën, për trashëgimin kulturore, trashëgimin arkitekturore
dhe bisedat me Artan Shkelin për mua kanë qenë nga më interesantet në karrierën time si gazetar, që kur ka qenë drejtori i monumenteve të kulturës. Edhe të them diçka se është hera parë që në gjithë jetën time publike del kjo çështje dhe unë dua ta ezauroj. Arsyeja pse thash I kërkoj ndjes edhe prindve të partneres sime, dhe familjes saj dhe partneres sime, është sepse për shkak të angazhimit tim publik dhe për shkak të një lufte shumë të madhe dhe të pa kompromis kundër korrupsionit, shpeshherë kanë gjetur dhe ata veten të përfshirë në fake news-e, në sulme, në balt, në linçim për shkakun tim, nga media të majta dhe nga media që paguhen dhe financohen nga inceneratori I Tiranës. Pra kanë qenë mediat që paguhen edhe sot nga inceneratori I Tiranës, e hudheq këtë betejë Carlo Bolino, Leçiani Carlo Bolino. Tani e di unë që jeni gazetar. Jo, ai është gazetar. Tani kjo nuk ka lidhje fare se ç'a mendoj, po. Duhet të ndajmë që se kemi këtu. Duhet të ndajmë dhe ta them edhe miqësisht, mos e patjetër. Lëre gazetarin. Duhet të ndajmë gazetarin nga mercenarin. Kur gazetarët kthehen në mercenar, kur gazetarët sulmojnë, linçojnë, merren, se kemi këtu, se s'është etike, as për mua. Nuk po e vazhdoj tani. Ora se qeveria e Partisë Demokratike ka shpallur ngrada 94 në. Di këtë ti? Intereson fare. Po jo. Dhe nëse e ka bë pas ka bë mirë, pas ka njoftë herët. Se di këtë ti? E pas ka njoftë herët. Se di këtë? E kanë njoftë herët, edhe pak I pas kanë bërë. Por, të them këtë. Pak I pas kanë bërë. Por të them këtë, në momentin jo, flasim për Ledin dhe Tani, nga misioni I tij, sigurisht, nëse ti hedh balt për ditë me median që ke, shpif, linçon, baltos, përbuz dhe godet në imazh një njeri, një politikan për shkak se nuk është pjesë po flisje për Tani dhe e korrupsionit tënd. Se unë I kam miq të dy. Dhe këtu shkon edhe ke familja e partneres së një politikani, patjetër që do ta marrësh përgjigjen 10 fish mbrapsht. Tani, çfarë ka thënë, jam shumë kurioz, Ledi dhe Tani në gjithë këtë vorbull, në qendra e dëshiroj të mbeten komunikimet mia private për shkak të respektit të madh, vlerësimit të madh që un kam për atë dyshe, që në fakt më kanë dhënë njeriu tim zemrës, edhe kanë rritur edhe kanë formuar një gocë si Ana. Kështu që çfarë janë biseda private duhet të mbeten private. Jo, okay. Edhe në respekt tyre. Jo, e kisha këtu fjalën më shumë se Tani zëvendësministër, Ledi ka qenë deputete, të ka krijuar kjo këtë problem I PS-s, të ka krijuar këtë problemi që ka krijuar dhëndri socialist që dilte Erion Veliaj dhe thonte dhëndri. Ja tregoj dhëndri Erion Veliaj se sa dhëndër është I PS-s. Pasi marr hak domethënë. Jo, më thjesht ja tregoj dhëndri, sa është dhëndri. Kjo ishte shumë me hak. Jo, ja tregoj dhëndri. Si një lloj. Okej, e mbyllim këtë pjesë. Kam një pyetje, zoti Klliçi. Ore. Po nëse fiton, pse humbet PD-ja? Ç'do të bërë pastaj me ju? E para PS-ja nuk fiton. Po më e para në 11 maj, e para në 11 maj, Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet. E dyta patjetër, mund të ndodhë kjo që thoni ju që Partia Demokratike mos I fitojë zgjedhjet. Do të zbatohet çdo rregull statutore në Partinë Demokratike e përcakton statutin në raport me udhëheqësinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha duhet largohet. Shiko. Zoti Berisha është I zgjedhur në mos gaboj kryetari I Partisë Demokratike në maj të vitit 2022, me një mandat 4 vjeçar, që I mbaron në maj të vitit 2026. Statuti ka të gjitha parashikimet e veta për zgjedhjet e përgjithshme e për gjitha. Zoti Berisha kam përshtypjen pak rëndësi ka përcaktime statutore për të, apo pak rëndësi kanë kërkesa statutore për të, sepse e ka treguar në jetën e tij që është pika më e fortë gravitacionale në Partinë Demokratike. Dhe fal ti, Partia Demokratike, apo e them sot prap, e mbaj veten për politikan të mirë, e mbaj veten për njeri shumë të fortë, zot fort publik. Vezën e Sali Berishës nuk e bëj dot as unë, as njëri tjetër në Partinë Demokratike. Jo, që ti se bën nuk e di unë këtë, po jo. Thën këtë, sot që ne flasim, Sali Berisha është I domosdoshëm për Partinë Demokratike. Jo, që mbet zgjedhje për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe Sali Berisha, të dini diçka, këtë ja kam thënë dhe palo ambasadorëve që kanë qenë dikur. Çe këtë ambasadorë se ti je politikan model, ti je politikan amerikan. Ja ta them unë se vin tallen këtu dhe na tregojnë Barceleta me historitë tona, me shkatrimin që I bëjnë opozitave të këtij vendi. Do ta bëj pyetjen e fundit se ishte kjo po. Berisha duhet ikë apo jo? Po jo. Barceleta mbasi largohen nga Shqipëria. Dhe mbasi nuk I qas njëri në rrugë dhe kur vin këtu shoqërohen me 10 bodyguard. Okej. Po jo zoti Klliçi. Zoti Berisha, humbet zgjedhjet PD, duhet largohet?
Po jo. Zoti Berisha e ka të përcaktuar në statut që në atë moment është i kërkohet t'i jap dorëheqjen dhe mund të rikandidojë për kryetar partie të bëjë çfarë. Por në fillim të largohet, pastaj rikandidimi. Ore fare pak na intereson kjo. Ne na intereson që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet. Për ta mbyllur. Të fitojë zgjedhjet. Përse David Koselançik nuk erdhi ambasador? Të ju sqaroj për diçka, nuk e kam iden. Janë çështje të Kongresit dhe të Senatit. Tani mos më shgënjek kështu tani, ti ke informacione tani. Ti pretendon që unë të di se ç'a ndodh në Senatin amerikan. Po ti the Lasivitas do përmbys Shqipërinë? Do fitoj Partia Demokratike, s'di ti që do përmbys Shqipërinë Krisi? Krisi do përmbys Edi Ramën. Po përmbysja është kjo. Krisi po. Pushtetin pushtetin Shqipërinë. Tani ti kur the këtë të Lasivitas, atëherë nuk e di që David Koselançik është kthyer nga, do të thënë, Ilir Kullaj që kisha para disa ditësh dha një lajm. Jo, më fal, dha një lajm që presidenti Trump e ka kthyer përfundimisht kandidaturën, emërimin. Nuk e kam, të të gënjej. Po ti merresh me Lasivitas se nuk di këtë? Kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Më shumë kam hallin e qytetarëve të Tiranës për momentin. Nuk ka fituar në një parti këtu pa mbështetjen e Amerikës, ë? Pa mbështetjen e Amerikës nuk ka fituar asnjë parti. E të rinjve të Tiranës dhe kam problemin e zgjedhjeve në 11 maj. Thën këtë zoti Qafoku, ma dëgjoni edhe këtë, se kam dhënë disa lajme sot. Shpirti i Edi Ramës e di se sa po mund që të loboj në Amerikë për gjetë. Ti di të zgjedhësh ku të japësh lajmet Një rrugë për të mbritur në administratën e re amerikane. Më vjen keq për i ka gjithë rrugët e mbyllura. Na vjen keq për Edi Ramës. Pas kemi të dy, pas edhe Berisha dhe Rama. Jo, Berisha ka asnjë problem. Berisha është partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fushatën e tij elektorale e udhëheq krau i djathtë i presidentit Trump. Ish privat. Njeriu i cili ka udhëhequr fushatën e presidentit Trump. Nuk është Trump, ai është Zoti Berisha është i vetmi politikan shqiptar që në detyrë ka pritur një president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detyrë në Shqipëri, George W. Bush, kur deklaroi pavarësia e Kosovës dhe antarësimin në NATO. Nuk vjen diskutim kjo. Zoti Berisha është i vetmi zyrtar i shtetit tonë që është pritur në Shpinë e Bardhë jo një, po 2 herë, qoftë nga presidenti George Herbert Bush, qoftë nga presidenti Clinton. Akoma nuk ja ka dalë Edi Rama në 12 vitet, pritet një herë vetme, nuk presin trafikant droge ato dhe njerëz lidhur me krimin organizuar dhe me trafikun e drogës në zyrën ovale, këtë ta dini, dhe zoti Berisha, sot që ne flasim, është një partner i besueshëm siç ka qenë gjithmonë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ishte do ngrata? Do ta shihni shumë shpejt. Po si shpejt? Ke 3 muaj që thon këtë ta shihni shumë shpejt. Do ta shihni, unë jam. Do shkoj në SBA? Unë nuk jam zyrtar amerikan, unë jam zyrtar shqiptar. Sot është data 14 deri në datën 11 i bie që duhet më vish edhe një në studio se lam shumë gjëra pa konsumuar. Do ishte mirë të vi nga data 7-8 maj. 7-8 maj? Po, 7-8 maj diçka. Unë po e shënoj këtu, 7-8 maj e ke 6-7 apo 8 maj. 6-7-8-9 maj në studion e Degaloksi. Kemi sa gjë, i lam ca. Flasim edhe për gjendjen psiqike të Edi Ramës në atë periudhë. Ne nisim nga ai moment. Di gjë me paradhënie ti apo çfarë? Ore, se mos i bën një gjë ti Edi Ramës, ore, se ai është mirë. Pa ai është mirë, është në rregull ti partia. Jo, personalizaro, nuk merrem unë ashtu. Okej. Zoti Kliçi, unë të falenderoj, biseda ishte hartok. Pavarësisht se ne jemi miq të vjetër. Jo, ne jemi miq të vjetër, por biseda ishte hartok. Se mos dita se ndonjëherë kur shkon në një studio edhe të kanë përkthjelur kështu, të kanë bërë pyetje të dura, të kanë thënë po ke shumë të drejtë. Për hir të vërtetës nuk hyket përkthjelurit, hyke ata më sulmuarit, kështu që jam mësuar me hartok edhe shumë mirë që kemi hartok. Unë të falenderoj gjithsesi dhe e përshëndes shumë familjen tënde, prindit e tu, bashkëshorten tënde dhe veçanërisht dy miqtë e mi, Tani dhe Ledin. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i përsot nga Unë Qafoku, mirupafshim.